Ti mendon që policia e prokuroria nuk po merren me ata? Nuk merren. Unë po them, si në Hajgori i thash komandantit i thash kur kem para se më në mision. Thash, mirë është tash më nis me vrona e prokuror, në komandant madh, edhe në vero kryeministri, me vero do të ndajnë ashta, këta tani reagojnë pak më parë jo me vero polic. Qysh, mos problemi duhet me reagu më seriozisht. E patë me ironi këtë. Me ironi, normal. Me ironi, duhet me reagu pak më shpejt, edhe duhet me gru më mënyrë më sinqert. Edhe me ygro gjona pak mënyrë më të ndershme, për arsye se po ka probleme dhe kena me pas probleme, për arsye se ka ligjerime edhe mësime të rinis në mënyrën e mrapsht. Mrapsht. Dhe këtu janë më shumë grupe apo e kanë një... Jo, këtu ka organizata ka ju që shteti e din, organizatat të cilat organizohen. Shembull, një mami ka dikom 34.000 njerëz në grupë të Viberit. Shteti nuk ka që s'mundet me kontrollu. Edhe nuk ka që se kontrollon, po pse s'reagon. Një imam 34.000? Një imam që kam në një informat 34.000 njerëz veç në grupë Viberit i ka. Se ma shumë e përdojnë Telegram. Po mirë, po këto, a ka ndaluar që ti ketë 34.000? Se s'është ndaluar. Apo? Jo, s'është ndaluar. Apo është ndaluar? S'është ndaluar, po duhet nëse thuhet diçka që shkon për te, rrezikon siguri. A janë organet e Kosovës, qoftë policisë të prokurorisë që kanë qëndruar të heshtura apo kanë qenë efektiv në kuadër kësaj? Kujtojmë atë valën e arrestimeve, por ajo valë e arrestimeve shumë hoxhallarë pati krijuar për shumë kënd një lloj kontraefekti. Morina, fillimisht pastaj Hoxha. Po, unë një kohë gjatë kom qenë drejtorisë për migracion në nivel të Kosovës. Po. Një kohë jak 5 vite. Edhe kemi pas rast që personat e tillë i kemi procedu konform ligjit për të huajt në gjykat dhe gjykata ka marrë vendim me ekstradu, me largu pe i vendit. Kemi pas doktorat shkencës teologjisë që kanë ardhur në aeroport, i ka prunë një qytetar, ka garantu për ta, qytetari i kalon në fushë Kosovë, edhe vetë ka shku në Mitrovic. Kur i kom qu kolegët më shiqu kush është ai qytetar, e kanë gjetë të i pini një kafe alkohol, si besimtari i fort, kurse persona tjerë nuk ka ditë në tregu ku janë. Do të thotë, edhe ndërkohë e kemi marrë personin e tillë, edhe ka thonë kam një numër telefonit që s'muj me thirrë se është me të Serbisë. E kemi marrë, kemi qudhen në Gazimestan, sa aty e rrok me Serbinë me fol, edhe e kemi thirrë personat, kanë thonë jemi përballë komunës në xhami të ju falë doktorat teologjisë, dikon 8 vetë. Edhe ndërkohë, kom marrë për këthys, i kom prunre me radhë, do të thotë intervju, i kom kompletu rastin në London, në tërësi, edhe kom komuniku se ata duhet mu vendosë një objekt dikon, me ditë ku janë, në mënyrë që me ka ma të sigurt. Për arsye se dikush mundet me mbyt, mundet për siguri tyne. E kom shiqu në pasaportat e tyne, gjithë kanë qenë doktorat teologjisë, shkencës. Dhe i kom preferu me shku. Kom thirë kryetarin e Bashkisë Islame, kom thonë mos kanë ardhur ta që ju i keni ftuar thotë jo unë s'kam bëj me ta. Edhe i kom thonë qëllimi e ardhës juaj, kanë thonë ne në për çdo xhami dojmë shku me majt ders. E ku do të flani ju, që aty ku flanë xhamati, që ato xhami dojmë flajt. Unë thonë, s'është e mundshme, gjane një objekt dikun, se ligji për të huajt nuk e lejon këto, duhet me pas një vend, me ditë policia ku jeni, në mënyrë që me ka më të sigurt. Për arsye se nëse në fshat dini ju me atë veshin që kanë pas, ata dikush mundet edhe mi lëndu, mi vra, mi plagus, e tjerë, do thotë e kishëm për qëllim sigurisë tyre. Edhe ndërkohë kompletu tërsi rastin, dikon 8 veta, edhe i kemi qunë gjykat për kundërvajtje. Në Lpjan ka qenë atëherë, dhe ndërkohë ka qenë një problemi madh aty. Se asnjë gjyqtar për kundërvajtje nuk do keme marrë rastin.